Në kulmin e sezonit turistik, zona e plazhit të Zvërnecit në Vlorë u përfshi nga paniku. Një zjarr i përmasave të mëdha shpërtheu rreth mesditës në pyllin e Sodës, një zonë mbrojtur e njohur për bimësi të dendur dhe pisha e shkurre. Plakët u përhapën me shpejtësi për shkak të erës dhe thatësisë, duke krijuar një situatë rrezikshme për pushuesit që ndodheshin pranë vijës bregdetare. Në një reagim të menjëhershëm, qindra pushues braktisën zonën e plazhit, ndërsa autoritetet njoftuan për pezullimin e përkohshëm të frekuentimit në atë segment të vijës bregdetare deri në neutralizimin e plotë të zjarrit. Në vendngjarje mbërritën 4 mjete zjarr fikse dhe 10 efektiv të shërbimit të emergjencës, të mbështetur edhe nga punonjës të administratës së zonave të mbrojtura dhe të njësisë vendore. Ndërhyrja ka zgjatur për disa orë, por flakët u vendosën nën kontroll, duke shmangur përhapjen drejt banesave të afërta apo strukturave turistike në zonë. Sipas burimeve paraprake nga grupi hetimor, ekzistojnë dyshime të forta për zjarrvënie të qëllimshme. Policia ka nisur marrjen në pyetje të dëshmitarëve që ndodheshin afërsi të pyllit në momentin e rënies së zjarrit dhe po verifikohen pamjet filmike të kamerave të sigurisë në zonë me qëllim identifikimin e autorëve të mundshëm. Prefektura dhe Bashkia e Vlorës janë vënë në dieni të situatës dhe kanë kërkuar ndërhyrje më të shpejtë në raste të ngjashme për të ruajtur jo vetëm mjedisin, por edhe sigurinë e qytetarëve. Dëmet e shkaktuara nga zjarri janë të konsiderueshme me 10 hektar pyll që kanë psuar dëmtime të rënda. Autoritetet apeluan për kujdes maksimal duke kërkuar që pushuesit dhe qytetarët të shmangnin përdorimin e zjarrit në natyrë dhe të raportojnë çdo rast të dyshimit pranë strukturave përgjegjëse.